Rrëfimi që ndal kohën, Dolce sonte përballë së vërtetës, sonte, shtëpia e Big Brotherit nuk është thjesht një sken loje. Sonte ajo kthehet në një hapësirë rrëfimi. Dritat janë të njëjta, kamerat po ashtu, por atmosfera ka ndryshuar. Diçka po vjen. Dhe të gjithë e ndjejnë Dolce, vajza që publiku e ka njohur si të bukur, të ëmbël, të qeshur dhe inteligjente, sonte nuk do të jetë vetëm kaq. Sonte ajo nuk do të fshihet pas buzëqeshjes. Nuk do të flas me gjysmë fjalësh. Nuk do të luaj rol. Sonte Dolce do të flas si njeri që nga hyrja e saj në këtë shtëpi, ajo ka qenë në qendër të vëmendjes. Bukuria e saj ka qenë e dukshme që në sekondën e parë. Por ajo që e ka bërë të veçantë ka qenë mënyra si ajo ka zgjedhur të qëndrojë, e qetë, e matur, shpesh e rezervuar. Në një shtëpi ku zëri i lartë shpesh fiton, Dolce ka zgjedhur heshtjen. Dhe pikërisht kjo heshtje ka ngjallur kurreshtje, por sonte, heshtja merr fund, sonte, Dolce do të bëjë rrëfimin e saj, një rrëfim që nuk është ndërtuar për spektakël, por që do të kthehet në spektakël sepse është i vërtetë. Një rrëfim që nuk ka për qëllim të justifikojë, por të shpjegojë. Të hap plagë që janë gjykuar pa u njohur. Të tregoj anën që kamerat nuk e kanë kapur gjithmonë, kur Dolce ngrihet për të folur, shtëpia hesht. Banorët ndalojnë frymën. Sepse ka momente kur ndjen që dikush nuk po flet për të fituar, por për të çliruar, ajo fillon qetë. Pa dram të shtirur. Pa lot të detyruar. Zëri i saj është i butë, por i vendosur. Çdo fjalë duket e menduar, e pjekur në heshtje, ajo flet për veten. Për vajzën që është rritur duke mësuar të jetë e fortë pa e treguar gjithmonë. Për faktin që bukuria shpesh i është kthyer në paragjykim. Për mënyrën se si njerëzit kanë menduar se ajo e ka pasur gjithçka të lehtë, pa e ditur sa shumë ka mbajtur brenda, Dolce flet për ndjenjat. Për konfuzionin. Për presionin e një shtëpie ku çdo hap analizohet, ku çdo shikim merr kuptim më të madh se vetja. Ajo flet për faktin se ndjenjat nuk vinë me plan, dhe se zemra nuk pyet gjithmonë nëse koha është e duhur, por ajo nuk shmang përgjegjësinë. Në rrëfimin e saj, Dolce nuk fsheh as gabimet. Ajo nuk thot se është perfekte. Nuk kërkon të dalë viktim. Përkundrazi, ajo tregon sa e vështirë është të jesh e vetëdijshme për pasojat, por njëkohësisht e ndershme me ndjenjat e tua. Unë jam vajzë që ndjej, thot ajo, por jam edhe vajzë që mendon. Këtu, rrjetet jashtë fillojnë të vlojnë. Sepse ky nuk është rrëfim i zakonshëm reality. Është rrëfimi një vajze që ka zgjedhur të mos fshihet më. Dolce flet për etiketime. Për faktin se sa lehtë një vajzë quhet e ftohtë, e llogaritur apo e keqe, vetëm sepse nuk sillet siç presin të tjerët. Ajo flet për gjykimin publik, për peshën e komenteve, për mënyrën se si çdo veprim i saj është parë vetëm nga një kënd, dhe pastaj vjen momenti më i fortë. Ajo flet për ndjenjat që janë bërë publike, për situatat që kanë lënduar, për heshtjen që është keq kuptuar si indiferencë. Në atë moment, shtëpia nuk është më e ndarë në grupe. Të gjithë janë thjesht dëgjues, sepse Dolce nuk po flet për një histori. Ajo po flet për veten, ajo e mbyll rrëfimin jo me kërkesë faljeje, as me sfidë. E mbyll me një fjalë të thjeshtë, por të fortë: unë jam këtu për të qenë e vërtetë. Jo për të qenë e përsosur. Dhe kjo fjalë i bën atë që asnjë debat nuk ka bërë, i çarmatos të gjithë, rrjetet shqiptare shpërthejnë. Komente. Video. Analiza. Disa e mbështesin. Disa e kritikojnë. Por askush nuk rri indiferent. Sepse Dolce sonte nuk ka lënë hapësirë për mos reagim, ajo nuk është më vetëm vajza e bukur e ekranit. Ajo është zëri i një gjenerate vajzash që lodhen duke u gjykuar për mënyrën si ndjejnë. Sonte, Dolce nuk fitoi një lojë, ajo fitoi diçka më të rrallë, të drejtën për të folur me zërin e saj, dhe për këtë arsye, sonte, rrjetet shqiptare nuk do të flenë, sepse kur e vërteta thuhet me qetësi, ajo dëgjohet më fort se çdo britm.